Ministrës Shqipërisë në Republikën e Malit Zi, zotin Tomin Beci, nderuari këshilltari diplomatik i Presidentit të Republikës së Shqipërisë, zotin Bujar Nishani, zotin Pesikoshi, nderuari Dr. Sauder Kovaçi, ish ambasador i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Slovenisë. Të nderuar zoja e zotrinj, vllazër e motra, bashkëmalësor të Rum e në Rumja Shpi e Degjelit. E kom një knësi të veçantë të një rrugtim një shekullor nga kyçar i Degjelulit këtu që ka norë e deri te kthimi një besniknie të pandame të Shqipënisë ndaj këtij trollit dhe ndaj kësaj shtëpie dhe ndaj malit Fotit, malësisë madhe dhe gjithë atyre trevave që janë jashtë kuptimit politik, të jam këtu të daj këtë knësi me ju, të çoj atë amanet thonun në Shkodër në rastin e ndamjes së kësaj dekorate, e unë aty isha, malësorët kishin me i thosi hamalli mirë, për me e çua fjallën në vend, për me e pru këtë dekorat aty ku e ka vendit. Unë as pak nuk dyshoj që kjo dekorat dhe kjo fjallë e dhonën shtëpisë Degjelulit edhe i herë, po në përmes shtëpisë Degjelulit tonë malësisë madhe drejtuar nga Shqipënia, nuk dyshoj se nuk do të kenë vendin e merituar, ashtu si që ka ditë kjo shtëpi me ruajt besën, burninë dhe me i dalë zotë Shqipënisë. Dekorata me madhe Shqipënisë drejtua malësisë madhe nderi i konit, është nerë për Shqipëni që ka pas kuj ju drejtua, është nerë për klasën politike shqiptare që ka pas vizion në të kohë që ka qenë klasë ushtarake me Degjelulin në krye, që kanë pa vizion të qartë dhe këta mas një shekulli din të vlerësojnë, sepse vetëm në të mënyrë të mujë që rishtrojnë prapë çështjet e rrojve edhe asaj që është shkruajtur. Prehni Shqipënisë që është shkruajtur. Dere hapun për ta shpallë pavarësinë e saj. Gjithmonë ka qenë kjo shtëpi, e kur flas për këtë shtëpi në një tonë malësisë madhe, ka qenë militer një nërfyre ata që Shqipërinë e kanë ta në zemër. Dhe kjo rrëfim sot vjen këtu, është neri i kombit që i drejton një shtet, një krahine, i drejtohet një shtet, një ndërgjegje, i drejtohet një shtet, një vetbije kombëtare që është shumë e fuqishme këtu ndërdejë. Shtëpia juaj ka ditë edhe në rastet vështira me qitrua. Kur ma letë nuk e keni pa me marrë në dhurat të sot, sepse e keni merituar. Kjo dhurat është dekorata e Shqipërisë drejtuar ju, është dekorata e një shtetit sovran dhe të pavarur, që ja din vlerat atyre që kanë qip kusht për me bërë shtet. Shqipëria juaj inshallah këtë dekorat, e unë këtë dekorat, ja vendin aty ku e ka merituar, dhe kjo dekorat të shërbejnë për gjeneratat reja, si frymëzimi i ri, që ky flamur që është këtu dhe vendit para derës Degjelulit, forcohet dhe të bëhen të ashtu të forta si që ka të.